Shqetësimeve se në Pallatin e Drejtësisë ka mungesë të madhe të oksigjenit dhe si pasojë e kësaj janë livanosur shumë persona, i është përgjigjur Bashkimi Evropian, që është edhe njëri ndër investitorët kryesor të ndërtimit të pallatit. Në një përgjigje dhënë për Tribuna Channel, Maja Kociančić, zëdhënëse e Komisionit Evropian, ka thënë se janë në dieni për ankesat, por sipas saj nuk është konstatuar ndonjë parregullsi në aspektin e ajrimit. Komisioni është në dieni për këto ankesa, ajo që kemi kuptuar është që janë bërë testimet dhe deri më tash nuk është konstatuar ndonjë parregullsi në cilësinë e ajrit. Komisioni në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e Kosovës e përcjell këtë çështje për së afërmi, por ndryshe deklarohen zyrtarët në Pallatin e Drejtësisë. Mirlinda Gashi, zëdhënëse në gjykatën themelore, ka thënë se protesta në pallat është ndërprerë, megjithatë ajo thotë se nuk ka përmirësim rreth gjendjes në pallat. Lidhur me kërkesën tuaj që keni parashtruar, ju njoftojmë se në interes të palëve është ndërprerë protesta e punëtorëve në Pallatin e Drejtësisë. Po ashtu ju njoftojmë që nuk ka asnjë përmirësim rreth gjendjes në pallat dhe nuk është marrë ndonjë vendim lidhur me këtë çështje, thuhet në përgjigjen e zëdhënësës së gjykatës themelore dhënë për Tribuna Channel. Gashi thotë se në të ardhmen mund të ketë përsëri protestë në Pallatin e Drejtësisë për shkak të kushteve jo të mira të punës dhe mungesës së oksigjenit. Punëtorët e prokurorive dhe gjykatave kanë protestuar për një javë rresht me kërkesë që të merren hapa konkret drejt përmirësimit të kushteve në Pallatin e Drejtësisë në Hajvali të Prishtinës.